Kapaciteti i parkingut të automjeteve për vizitorët që duan të vizitojnë Kalan e Rozafës nuk mund të përballojë fluksin gjithnjë në rritje të tyre ditaditës. Krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar, ka një shtim të ndjeshëm të vizitorëve, si nga qytetet të ndryshme të Shqipërisë, ashtu edhe nga shtete të tjera, duke filluar nga Mali i Zi, Kosova, Maqedonia e Veriut, Kroacia e të tjerë. Drejtuesit e autobusëve që vinë në Shkodër nga Tirana, Durrësi e të tjerë prej shumë vitesh, theksojnë se fluksi vizitorëve që mbërrin në Shkodër ka arritur në atë pikë saqë me parkingjet aktuale nuk mund të përballohen automjetet në shërbim të tyre. Vim nga Tirana, nga shkollat e Tiranës, edhe kemi 20 vjet që vim në Shkodër, kalat Shkodrës. Duhet një parking urgjent sa më shpejt në Shkodër. Është shumë keq. Edhe Vlora ishte shumë keq. Në Zvërnes ka bërë një parking të shkëlqyer Vlora, edhe futen gati 20-30 autobusa. Edhe Shkodra e ka të domosdoshme një parking. Patjetër. Për Rozafën dhe për Shkodrën brenda. Duhet një parking ka bashkia edhe me lek. Edhe me lek. Ta bëjë 10.000 lek, ta bëjë çdo gjë edhe. Shumë keq. Parkingu është i domosdoshëm edhe te Rozafa, edhe në Shkodër. Vende ka saptush, me shfrytzu për parkinge. Kështu nuk bëhet. Aq më tepër është turp edhe për të huajë. Turp edhe për të huajë. Duhet bëhet diçka sezon. Duke filluar nga Harku i Bërdicës te ura e Baqallëkut në hyrje të Shkodrës dhe në disa zona të tjera të qytetit, projektet për përmirësimin e infrastrukturës janë në proces pune. Drejtuesit e automjeteve dhe vizitorët janë në dijeni të këtyre punimeve dhe shprehin mirënjohje për punën që po bëhet, por në të njëjtën kohë kërkojnë nga Bashkia Shkodër dhe Policia Rrugore që edhe në këto kushte të bëhet maksimumi, duke ndërhyrë sa të jetë mundur që të lehtësohen sadopak trafiku dhe vend parkimet, pasi kjo është edhe në interes të Shkodrës turistike.